Edicioni 21 i festivalit ndërkombëtar të monodramës çeli si pari në Maliq, në Pallatin e Kulturës Dimitër Orgocka, i cili është ende në rindërtim. Për herë të parë do ta bëjmë komplet festivalin, përveç natës sotme do bëhen Pogradec. Aktor ka nga Kievi, ka aktor nga Kroacia, nga Greqia, nga Polonia, nga Rumania dhe nga Amerika. Rritet cilësia. Rritet sepse monodrama tash ka tjetër shtrihje gjeografike. Në këtë edicion aktorët vinë nga vende të ndryshme të botës, përfshi këtu Ukrainën. Aktorët thonë se monodrama krijon mundësi që nëpërmjet artit të tregojnë çfarë po ndodh në vendin e tyre. Це не перший мій фестиваль в Албанії. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Unë do të sjell në skenë një ngjarje reale në Ukrainë nga ku unë vi. Çdo ditë aty shohim gra, nëna, gjyshe që bërtasin emrin e fëmijëve të tyre, të cilët janë në luftë. Do përpiqem të bërtas aq sa mundem për t'u treguar edhe këtu spektatorëve një pjesë reale të asaj që po jetojmë në vendin tonë. Është art, por është dhe realitet. Jam mirënjohëse që jam këtu, e vlerësoj këtë moment. Është e rëndësishme për ne të dalim jashtë në botë dhe të tregojmë ç'po ndodh me vendin tonë. Festivali monodramës do të zjas për 5 net. Në fund, juria do të përzjedhë edhe aktorët më të mirë. Aktiviteti mbështetet nga Ministria e Kulturës, si dhe Bashkitë Pogradece Maliq.